E rëndësishme ishte kthehemi te fitoria, siç thatë edhe ju, mbas di humbjeve dhe normalisht psikologjia e rënduar shumë të futbollistët e gjithë skuadra, por keqardhja vetëm për mënyrën se si nuk e mbyllëm ndeshjen për shkak se kishim shumë raste të pastra, kurse sa i përket lojës, besoj se ishim dominues gjatë 90 minuta. Nëse mund të zgjedhim sot, filloi Shkëndija shumë fuqishëm, ashtu e urritur për ta mbyllur ndeshjen, themi që në 10 minutat e para dhe realisht edhe i patëm mundësitë. Pse ndodhi më pas rënja dhe realisht është se e lam në jetë e kemi kundërshtar, nuk është se na rrezikoi shumë. Gjithmonë kur nuk shfrytëzohen rastet dhe kur nuk bëhet 2-0 apo edhe më shumë, besoj se kjo ndeshje sot është të përfundoj me rezultat tjetër. Gjithmonë komplikohet edhe pastaj frika nga barazimi edhe momentet e veçanta edhe topi gjatë, skuadra tërheqet pa vetdije, kështu që e rëndësishme është fitoria, e rëndësishme është marrim frym më lirshëm sa i përket lojës, kurse sa i përket realizimit shifet se në ndeshjet e fundit kemi shumë probleme. Tani po të kthehemi mënyrës si luajm, ngërçi psiqik dhe gjithçka tjetër që na rrethon dhe të kthejmë kohën mbrapa, kemi harruar kur kemi nisur realisht këtë gjysmë sezon, themi. Dhe është evident fakti që ka një krizë. Si do menaxhojmë deri këtë ndeshjet e fundit, sepse kemi 2 ndeshje në Europë ku skuadra mund të marrë shumë dhe natyrisht në kampionat kërkohet të mbahet hapje me ekipet e krerë. Normalisht janë bërë shumë ndeshje, normalisht që edhe harxhimi psikologjik dhe fizik është i dukshëm. Për mua më e rëndësishme për momentin është ndeshja kundër Bashkimin, ndeshja e fundit që do luhet ditën e shtunë. Pastaj në Europë është motivim tjetër, është luhet në situata krejtësisht tjera dhe futbollistët japin më shumë në Europë dhe besoj pastaj tentojmë në Europë gjithçka për gjithçka, por më e rëndësishme se gjithçka për momentin është ndeshja kundër Bashkimit.